Lufta në Liban nuk ka kursyer as trashëgimin miraveçare të vendit. Monumente historike, qytete të lashta dhe objekte me rëndësi kulturore janë dëmtuar gjatë ofensivës izraelite në jug të vendit, sipas autoriteteve libaneze. Në qytetin bërketar të Tiros, një sit i mbrojtur nga UNESCO, sulmet ajrore ndëmtuan kolonat dhe mozaikët romak që kanë mbijetuar për rreth 2000 vjet. Një nga elementet dekorativ të një kolone antike u rrëzua nga shpërthimi, ndërsa specialistët e trashëgimisë kulturore thonë se një mozaik romak pësoi dëmtime të ngjashme me ato që shkakton një tërmet i fuqishëm. Konflikti nisi pasi forcat e Hezbollahut sulmuan objektiva izraelite, çka u pasua nga ndërhyrja ushtarake e Izraelit në Liban gjatë muajit mars. Që atëherë, dëmet nuk janë kufizuar vetëm të objektivat ushtarake. Sulmet goditën edhe tregun historik të epokës mamluke në qytetin Nabatie, ndërsa 10 fshatra kufitare me histori shekullore u rrafshuan. Në muajin maj, forcat izraelite morën në kontroll edhe kalan e Beaufortit, një fortesë e ndërtuar në periudhën kryqëzatave. Izraeli pretendon se aty ruheshin armët e Hezbollahut, akuzë që autoritetet libaneze e hedhin poshtë. Në një reagim për Reuters, ushtria izraelite deklaroi se nuk synon të shkaktojë dëme të panevojshme ndaj infrastrukturës civile dhe se çdo sulm kryhet vetëm për nevoja ushtarake. Sipas saj, gjatë planifikimit të operacioneve merret në konsiderat prania e vendeve të ndjeshme kulturore dhe zbatohet një proces i rrept miratimi. Ndërkohë, ministri libanez i kulturës Ghassan Salami deklaroi se dëmet janë shumë të gjera se sa monumentet romake apo fenikase. Sipas tij, janë shkatërruar ndërtesa historike, objekte kulturore dhe rreth 60 fshatra janë rrafshuar plotësisht. Edhe pse arpushimi hyri në fuqi një javë më parë, autoritetet libaneze thonë se ende nuk ka një bilans të plotë të dëmeve. Ndërkohë, trupat izraelite vazhdojnë të mbajnë nën kontroll një zonë sigurie në jug të Libanit, ndërsa vlerësimi i plotë i humbjeve historike dhe kulturore pritet të zgjasë për muaj të tërë.